Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Atëherë, këtu kemi punimet e... Në Liceun Artistik Jordan Nisja, brezi i ri artistëve, por i kthen vëmendjen te tekstili si një formë shprehjeje artistike. Unë sot ndodhem në një nga ekspozitat e tyre dhe do të bisedoj me ta për të kuptuar më shumë rreth botës së tyre, ëndrave të tyre për të ardhmen dhe se çfarë mesazhesh dëshirojnë të përcjellin nëpërmjet kësaj ekspozite. Shkojmë t'i takojmë. Jam tani me Flori Kalluçi, nxënës në vitin e 3 në Liceun Artistik Jordan Nisja. Do më thuash pak, si ka lindur dëshira jote për të studiuar për tekstil? Tekstili e zgjodha më shumë për faktin se më pëlqen të vishem, bukur, edhe më pëlqen shumë ngjyrat vibrante dhe motivet, edhe pash një të ardhme të tekstili. E shikon tekstilin si një formë shprehje artistike që mund të përcillen mesazhe? Po. Do thoya që në çdo detyrë që mund të kem bërë në tekstil ka qenë një nga pasionet e mia të momentit, siç është liçeni i mjellmave. Fokusohemi pak tek veprat që ti ke dashur të prezantosh në këtë ekspozitë, liçeni i mjellmave. Cilat kanë qenë mesazhet që ke dashur të përcjellësh? Atëherë, nga liçeni i mjellmave, domethënë nisi e gjitha tek tematika e detyrës, që ishte simetri, dhe thjesht zgjodha liçenin e mjellmave që simetria tregon balancën dhe është balanca midis të mirës dhe të keqes, dhe mendova ta sjellja në një mënyrë tjetër të artit, që ishte baleti, dhe thjesht më ka pëlqyer gjithmonë shfaqja e baletit. Sa e vështirë është të përcjellësh mesazhe ndaj publikut nëpërmjet artit? Sa e lehtë mund të jetë, nuk mund ta them unë, sepse çdo njeri e shef në një mënyrë tjetër. Si e shikon përkushtimin e të rinjve sot ndaj artit? Do thoshe që arti ka marrë goxha vlera vitet e fundit tek brezi im të paktën. Domethënë shumë njerëz po e shohin si një risi të re arti. A ja vlen sot të ndjekur studimet për art dhe cilat janë synimet e tua për të ardhmen? Atëherë unë do shkoj në akademi për tekstil prap, kështu që do më pëlqente shumë të vazhdoja për fashion design e shikoj veten si stilist. A shikon mbështetje ndaj të rinjve sot që i drejtojnë artit? Po. Mund të ecin në një vend si Shqipëria? Absolutisht. Me unë të uroj shumë sukses. Faleminderit ju. Qëndrojmë sërish tek nxënësit e vitit të 3. Jam me Samantha Nikola dhe jemi pozicionuar tek punimi i saj që do ma shpjegoj ajo tani. Kjo është një punë bazuar në matshokun tim Roy. E kam stiluar duke kapur foto në pozicione të ndryshme, duke luajtur dhe i kam kompozuar në një pikturë të tillë. Pra matçoku yt Roy. Po. Frymëzohesh shpesh nga historitë tua personale, përditshmja jote për të krijuar? Po. Jam tërkohës duke vizatuar edhe gjëra që ndodhen në të përditshme. Çfarë të tërheq më shumë te arti tekstil? Pse vendose që të studiosh për të? Tekstili më duket një nga degët më të bukura këtu në lice. Është një klasë ku neve mund të krijojmë çfarë të duam. Merremi me gati të tëra degët. Çfarë dallon tekstilin nga artet e tjera? Tekstili më shumë merret me stilizimin e motiveve dhe për të bërë këtë mund të marrësh inspirim nga çdo gjë përreth. Çfarë tjetër ke dashur që të sjellësh në këtë ekspozitë? Apo është e vetmja? Jo, kam edhe punë të tjera, janë një përzgjedhje me punët që më kanë pëlqyer më shumë. Çfarë tematika je fokusuar më shumë? Janë tematika të ndryshme, pasi janë dhe detyra të ndryshme, dhe disa janë nga viti 2, për shembull. Si e shikon interesin e të rinjve, ndoshta nxënësve të tjerë, apo kujdo që e viziton ekspozitën? Shumë. A janë të interesuar ndaj artit? Më duken të interesuar të tërë, nësa kam marrë lajme, kam marrë shumë komplimenta nga kjo ekspozitë. Pse ke ndjekur të studiosh tekstil, pra në lice, cilat janë synimet e tua, ëndrat e tua? Çfarë dëshiron Samantha të bëhet në të ardhmen? Unë për të ardhme kam shumë qejf që të vazhdoj për animacion,
Tekstili është më ka lidhur edhe pak me dizajnimin e personazheve. Dhe më pëlqen si gjë. Pra, kushdo që ka dëshirë që të studioj në lice, mund të ndjek ëndrat e veta, Po. pra i ndihmon. Po. Dhe unë të uroj shumë sukses. Faleminderit. Duke vështruar punimet e nxënësve të liceut artistik të specialitetit tekstil, në veçanti u bëra shumë kurioze se çfarë mesazhe dëshirojnë që të përcjellin me punimet e tyre. Dhe veçanërisht ishte Besar Takaca, e cila na ka sjell këtu. Mund të ma shpjegosh pak se çfarë ke dashur që të përcjellësh? Atëherë, titulli vendosur për këtë punë është Shtresëzime. Shtresëzime. Po, siç duket, por ideja origjinale ku janë frymzuar është tekstura e lakës së kuqe, ku me mbivendosjet e saj na sjell motive dhe një harmoni koloristike shumë të këndshme për syrin. Si lindi frymëzimi? Që është e vërteta, thjesht më pëlqen që të gjej inspirime tek gjërat që na rrethojnë, tek përditshmëria jonë dhe thjesht më pëlqen shumë ngjyra e lakës së kuqe. Pra, punimi jot titullohet Shtresëzime dhe dua të ndalem pikërisht te teknika e tekstilit, që është akrilik mbi letër. Do më shpjegosh pak më shumë procesin, sa e vështirë është për ju që të arrini në një përfundim? Të them të drejtën, për mua personalisht, ka disa faza, por që nuk janë të vështira as pak nëse dëshira është aty dhe çdo gjë është e mundur. A dëshiron gjithmonë që ata që shikojnë punimin tuaj ta kuptojnë se çfarë ti do që të përcjellësh, se për shembull ky punim është i vështirë që të kuptoj dikush që e frymzuar nga lakra e kuqe. Mërzitesh nëse dikush nuk e kupton apo ti thjesht përcjell gjithë atë brendësinë tënde, frymëzimin tënd dhe mjafton. Jo, sepse është qëllimi im dhe çdo kush e merr në mënyrën siç e shikon vetë. Çfarë mesazhe ke për gjithë ata të rinj që ndoshta e nuk vlerësojnë artin sot? Që me punë arrihet çdo gjë, por nëse dëshira, siç e thash, nëse dëshira është aty, çdo gjë është e mundur dhe që ndjekin atë që duan dhe ëndrat e tyre. A ka ndryshuar ëndra jote ose dëshirat e tua me kalimin e kohës? Do me thënë, cila ka qenë dëshira jote, çfarë do që të arrish në të ardhmen? Që është e vërteta, gjithmonë kam dashur që të vazhdoja për art dhe besoj se ashtu do jetë gjithmonë. Ka qenë dëshira jote? Po, ka qenë Që në dëshira fillim? që në fillim që e vogël edhe jam shumë e lumtur që erdha në lice. A ke gjetur mbështetje? Ndoshta që nga familja? Kam në gjetur pas- shumë mbështetje dhe mbështetja që një i ri ka nga familja, nga shoqëria, është shumë e rëndësishme për artin. Pra familja të ka mbështetur? Po, gjatë gjithë A je kohës. vetë një artiste në familja apo ke Po, diçka tjetër? jam e vetëm jam. Suksese të Shumë mëtejshme. faleminderit. Tani jemi pozicionuar në një kënd të ekspozitës ku shikojmë një punim të veçantë, ndryshe nga të tjerë, do thoja sepse përmban në ljet. Është punimi Ana Kastrati, nxënëse në vitin e dytë në tekstil. Më shpjego pak si e frymzuar. Kjo ishte një temë mësimore, tema ishte kopim autori dhe unë zgjodha pikërisht punën e autores Helen Wilde, sepse ajo kishte përdorur qëndisje dhe mua më pëlqen shumë të qëndis. Pra një punë me qëndisje, ndryshe nga punimet e tjera që u mësuam të shikonim bëjra akrilik, këtu kemi edhe fijet që përdoren për qëndisje. Sa e vështirë është të sjellësh një punim të tillë? Për mua nuk ishte shumë e vështirë, sepse unë kisha dëshirë shumë që ta realizoja këtë punë. Dhe nga dëshira dhe vështirësia ul. Po shikoj shumë ngjyra, janë të gjitha të punimit të autores me e cila ti u frymëzove. Është kopimi i gjithë. A është më vështirë të sjellësh një punim origjinal apo një kopje nga një autor tjetër? Për mendimin tim është më mirë ideja origjinale, sepse ti bën çfarë ndjen vetë. Ndërsa kopim mundosh të rrish sa më shumë tek puna e krijuar nga tjetër. Të bazohesh te teknika që ka ndjekur autori tjetër. Por besoj se e ke sjell më së miri dhe unë të komplimentoj. Faleminderit shumë. Punimi ku do fokusohemi tani është punimi Arvina Kulla, nxënëse po ashtu në vitin e tretë. Më lër ta mendoj, si fillim unë shikoj këtu
motive popullore, shikoj shi, për çfarë ke dashur ti që të përcjellësh me punimin tënd? Kam marrë çadrat, i kam Pra bërë... këta rafët janë çadra. Po. I kam sjell në një dimension tjetër, jo si shohim ne për ditë, por i kam sjell me motive popullore shqiptare. Çadra të veçanta me motive popullore. Dhe të komplimentoj shumë, më bëhet qefi që të rinjt sot fokusohen tek motivet popullore. Kam një pyetje, jam shumë kurioze të di, si e shikon interesin e moshatarëve të tu për artin? Sa nxënës jeni në klasën tuaj? Varet nga vite, po që te grupi jonë jemi 6. Është një deg shumë e mirë për të studiuar, ka shumë të ardhme, edhe krijojmë dizenja shumë të bukura. Jam kurioze si është një ditë e zakonshme në një klasë arti, konkretisht në tekstil. Kam përshtypjen duhet jetë shumë bukur, me krijime për ditë, me frymëzime. Është një ndjesi shumë e bukur, sa që do harroj kurrë. Është se çdo ditë sjellim vepra shumë të bukura, edhe janë shumë kujtime. Frymëzoheni nga e përditshmja? Po, patjetër. Siç janë dhe çadrat. Edhe veç çadrat. Po. Sa kohë të ka marrë ky punim për ta realizuar pak a shumë? Diku te 2 muaj. Dhe unë të komplimentoj shumë për punimin që ke sjellë në këtë ekspozit dhe të uroj shumë suksese. Mes